Nga nesër, fermerët në të gjithë vendin kanë mundësi të aplikojnë për të përfituar nga mbështetja buxhetore pjesë e skemës kombëtare në bujqësi. Aplikimet nisin më 14 prill dhe do të jenë të hapura deri në 30 maj. Ekspertët apelojnë që fermerët të kryejnë aplikimet pas informimit të saktë në zyrat rajonale bujqësore dhe agropikat në mënyrë që të mos gabojnë. Të drejtë aplikimi ka çdo fermer individual dhe bashkim fermerësh. Pritshmëritë janë që përfituesit të arrijnë në 60.000. Në total janë 8 masa mbështetëse. 2 prej tyre janë për blegtorin, një masë është për bletarin, mbështetje për farat dhe fidanët, për kultivimin e bimëve mjekësore, për fermat organike dhe naftë pa taksa. Në total, buxheti i parashikuar arrin në 4.4 miliard lek. Një vit më parë, buxheti i kësaj skeme arriti në 5.2 miliard lek, por mbetet për tu parë në vijim nëse do të kemi një shtesë fondesh deri në fund të vitit. Pjesë e këtij buxheti është dhe skema investimeve ku fermerët që kanë aplikuar në vitin e kaluar tashmë janë në fazën e përfitimit të fondeve. Paralelisht, sektori do të përfitojë edhe nga garancia sovrane. Janë 250 miliard lek që Banka e Shqipërisë ka vënë në dispozicion për bankat e nivelit të dytë për të kredituar fermerët që nuk kanë kolateral, por që shteti u del garant për huan që do të kërkojnë.